Bashkëdhetar të nderuar, në linje telefonike drejt për së drejti me Prishtinën bisedojmë me zonjën e cila është dëgjuar në Radio 3 Triple 20 vite më parë. Përshëndetje për bashkëkombësit tanë Australinë e Largët, nga Kosova, gjithësisht Prishtina, që sot dërgoi vranët, me riga lokale shiu, dhe me që është edhe këtë ditë pushimi për festën e Pashkëve, agenda e ngjarjeve është e vogël, përpos që dje presidenti Fatmir Sejdiu ka pritur pretenduesin e tronit vetrosh shqiptar Leka Zogu i parë, me që ka thënë se Kosova dhe Shqipëria janë dy shtetet pavarura që kërkush nuk mund t'i ndaj asnjëherë në kuptimin e ndihmës dhe mbështetjes reciproke dhe si të tilla do të bashkohen në familjen evropiane. Ja, kaq për fillim. Shumë faleminderit Antigona Çena dhe mirë se na erdhët në programin ton. Fillimisht ju kisha pyet si u kujton ato ditë. Faleminderit shumë për këtë rikujtim të asaj kohe. Unë vërtet kur u mbyll Radio Televizioni i Kosovës në vitin 1990 në Korrik dhe mora ftesën nga shpendi dhe Çazim Mendiçi që të raportoj për këtë ditë, ishte privilegj për mua, ndonse ishte vërtet vështirë, ishte një terri pa parë medial, por kënaqësia ishte që të bëj diçka për bashkëkombësit tanë në botën e jashtme dhe ju them se ju ishit në vërtet në Melbourne dhe gjithë Australinë, ishit ata të cilët kishit ekskluzivitetin e lajmeve, posaçërisht kur më 7 shtator u shpall kushtetuta dhe unë kisha obligim që t'ju jap këtë informat, por më lutën që të pres 24 orë për sigurinë e deputetëve, nuk mund të prita dhe vash shumë më herët, një 6 orë pas shpalljes së pangasisë në vërtet kushtetutës në Kaçanik, edhe që them se ju ishit të parët që dëgjuat për këtë informat para Kosovës, para të gjithë të tjerëve, por ju kishit edhe një telefonat, një numër telefoni në të cilën thirrnin nga gjithë bota bashkëkombësit tanë dhe merrnin ato 5 minuta informata, gjë që ishte vërtet diçka shumë ndihmë madhe për të gjithë shqiptarët kudo që ishin. Antigona, vetëm t'ju informoj që 20 vjetori është i radios. Ende ju kujtojnë bashkëdhetarëve që ka qenë kjo para 20 vitesh. Faleminderit shumë, unë uroj sipari 20 vjetorin, pastaj unë kam ende shumë letra të cilat më kanë dërguar në atë kohë bashkëkombësit tanë në shej falenderimi për ato raporte që i kam dërguar. Vërtet kanë qenë kohra jo dhe që të mira, mjaft të rrezikshme, unë kam qenë e rrethuar nga komshit e mi sërbë, por në ato kone as pak nuk mendonin për pasoja, ishim të privilegjuar që jetonin në një kohë të ndrime dhe shpresonin për një ardhmëri sa më të mirë dhe kjo më bënte të lumtur që edhe unë në një mënyrë të ndihmoj të ardhmen më të ndritshme të Kosovës. Ndonse nuk dinim se ato vite do të zgjasin kaq shumë, ne shpresonim se çdo gjë do të rregullohet për një kohë shumë të shkurtër. Më tregoni ju lutem, çka është duke bërë Antigona Çena për moment? Po, edhe unë me burin tim Shukri Kaçanikun, Gjirusin Çelmik, dhe dy djemë tanë Fidanin e Tonin, pastaj u detyrova që të lëshoj Kosovën dhe një 15 vjet jetova në Norvegji, për nga edhe ashtu raportoja për redaksin tonë të lajmeve në televizionin shqiptar, por me të kthyer që një 2-3 vjet po provoj të bëj një emision sepse me vdekjen e nanës time, me lehata e jetit dhe babait të Muharrem Çenës, të cilët vërtet shkon në një mënyrë jo vetëm ata, por edhe shumë krijues të tjerë në një mënyrë ku nuk ju dha respekti i duhur, në një mënyrë dhe një farë neglizhencë ndaj tyre, atëherë ndjeva obligim që të bëj një emision i cili shkon në televizionin e Kosovës pas krenar, që të ditën martë, të prezentoj krijuesit e dikushëm dhe në këtë mënyrë ju jap një lloj falënderimi që kanë kriju, kanë hapë rrugë për generatat e reja me të cilët duhet të mburemi, se ne nuk jemi popull i madh që të kemi atë komoditet që t'i harrojmë krijuesit tanë, por duhet të vazhdojmë aty ku kemi mbet dhe të jemi të mburur, se kemi një histori, se kemi krijues të cilët
na lanë shumë vetra të bukura. Shumë bukur. Jam kurioz saj për këtë arkivës në televizionin e Kosovës, ish Prishtina. A janë ende ato materialet pasi që shkohëm, çka ka mujt ka... Po, për fat mirë, materialet ekzistojnë, shumica që në ekzistojnë, gjitha emisionet të gjiruara në VTR, në teknik pak më e vjetër, shiritit të madh ekzistojnë. Ato gjirime nuk kemi mundësi momentalisht i basim, me që atë maqin nuk e kemi, po tentojmë që të bashkëpunojmë me Sarajevën, por gjitha gjirimet që janë në shirita filmike, ato janë vërtet arkivi madh i gjirimeve të shumta janë aty, ato ke mundësi të i basim dhe unë nga ato gjirime i basi, nëse shkoni në YouTube mund të shihni shumë gjirime të marrura posaçërisht nga emisioni pas kenar, si këngëtar të dikushëm që kanë këndu emisionet e humorit, të gjithat janë të huazuara nga ky emision pas kenar dhe sillen nëpër YouTube. Shumë bukur. Tash kthena edhe në një pyetje që gjithmonë kam pas dëshirë t'ju pyes. Sa ka qenë e vështirë me qenë vajza një aktorit kaq të madh siç ka qenë Muharrem Qena, Indjeri dhe zonja Meliate Ajeti, primadona e skenës shqiptare? Nuk ka qenë vështirë, ka qenë një privilegj që e ka marrë nga qielli, të them ashtu, se unë jam vetmi fëmijë i këtij bashkëtimi Muharremit e Melihatit dhe kam qenë e privilegjuar që spaku përmes jetës me ta, përmes trashëgimit sa do pak të talentit të tyre që të kem atë pasion ndaj të bukurës, ndaj artit dhe jeta ime ka qenë e lumtur. Normalisht jeta e artistëve posaçërisht në atë kohë nuk ka qenë edhe e lehtë, ka pas edhe batica, por megjithatë unë tash në këtë pjekuni time mburem që ata i kanë pas prindë dhe provoj që të trashëgoj e të përcjell trashëgimit të ardhshme talentin dhe punën e tyre. Unë kisha këtu dëgjuesit e ju në vërtet që të provojnë gjithashtu në YouTube të ndëgjojnë një këngë time të cilën e kam bë ditëve të fundit, edhe unë jam një këngë shumë e njoftun të cilën e këndonte dikur në Xhmia Pazarusha. E me vetëmin qëllim që t'i kthejmë vlerat e dikushme me një tekst të ri, një orkestrim të ri, që rinia që s'ka faj, që nuk i njeh krijuesit e dikushëm, të niset me ta dhe të dinë se kemi pas edhe këngëtar, edhe artist, edhe krijues, edhe shkrimtar, edhe kemi pas një kulturë që dëshmon se kemi qenë këtu, kemi kriju në një kohë ndoshta edhe shumë të vështirë se tash, por qëllimi ka qenë që në gjuhën tonë shqipe të krijojmë kulturën tonë kombëtare. Dhe unë në Australinë tonë të larë kam filluar në një mënyrë të rikujtoj të gjitha ata që kanë punuar për komunitetin tonë, posaçërisht në radio, pasi që kemi 20 vjetor në radios dhe dëshira ime kishte me qenë që të rikujtojmë dhe të respektojmë të gjitha ata njerëz që kanë kontribuar me vite të tëra. Unë nuk mund mi krahasu me krijues siç janë Muharremi dhe Meliati, po kanë kriju në një farë mënyrë tjetër këtu në këtë komunitetin tonë. Vetë të kam kujtim se unë kam jetuar në botën e jashtme, unë e di jetën e mërgjimtarit dhe jetën e bashkëkombësve tanë në përgjithë Evropën, por çdo punë kam dëgjuar se bashkësia e shqiptarëve ju në Australi jetë më të organizuarit, më produktiv sa i përket angazhimeve të ndryshme dhe ishte dashur në vërtet që të dërgoni gjirime, që të dërgoni edhe informata për aktivitetin e juaj në televizionin tonë kombëtar, ku ekziston një emision për të huajt për bashkëkombësit në botën e jashtme. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë, kënaqësia ishte në anën time. Përshëndes të gjithëve dhe ju faleminderit që më përkujtuat për atë kohë sa që ishte e rrezikshme, por ishte edhe një i posaçme që të jemi së bashku aq larg, po as afër zemrës. Shumë faleminderit. Miru pafshim, ditën e mirë. Falë të gjithëve. Gjithashtu kjo ishte zonja Antigona Qena Kaçaniku, ishte kënaqësi